Një operacion i zhvilluar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me Prokurorinë e Korçës ka çuar në pranga 4 efektiv policie dhe një shtetas të dyshuar për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Të arrestuarit janë kapur në flagrancë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku dyshohet se në shkelje të ligjit dhe me mosveprim të qëllimshëm nuk kanë ushtruar kontroll ndaj një automjeti në të cilin ishte fshehur një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike e dyshuar si heroin. Nga hetimet është dokumentuar me prova bashkëpunimi tyre me shtetasin Valmir Balliu, banues në fshatin Vërdov të Pogradesit, i cili drejtonte automjetin ku u gjet lënda narkotike. Të arrestuarit janë nënkomisar Ylli Dushku me detyrë përgjegjës turni në PKK Kapshticë, inspektor Franc Bydyku, specialist kontrollor, inspektor Lirim Hymetlari, trup shërbimi, inspektor Denjon Myteberi, kontrollor në vijën e 2 të daljeve si dhe shtetasi Valmir Balliu. Për inspektorin Denjon Myteberi rëndon edhe akuza për prodhim dhe mbajtje të armëve shpërthyese dhe municioneve. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 6 kg e 134 gram heroin, 5 aparate celular, 256 fishek pistolete model TT, 20 fishek armë gjahu model 12 dhe një automjet. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit të përfshirë në këtë rast.